na kemi një ligj në Kosovë për armatime dhe municione, mirë po armatime dhe municione civile, për shërbim civil, gjë që dallon prej kësaj pjesës ushtarake dhe për me ardhur deri te ajo që të kemi fabrika dhe të prodhojmë municione dhe armatime ku hyjnë edhe dronet, atëherë duhet të ketë një ligj i veçantë për armatime dhe për prodhimin e municioneve ushtarake. Duhet ligj i veçantë. Nuk mundesh me qit ligjin aktual për prodhim të armatimeve civile edhe municioneve, i cili është në letër, të fillosh me u marrë me diçka ushtarake dhe të rëndësishme. Dhe pastaj, pas këtij ligji, hyjnë edhe rregulloret ndryshme të cilat përcaktojnë strikte, që përcaktojnë detyra dhe obligime që duhet t'i marrin përsipër ata që prodhojnë këto mjete luftarake ose municione. Dhe aty hyjnë pastaj edhe licencat ndryshme, lejet për punë, çështjet sigurisë së ambientit ku punohet. Edhe kujt mund të shesësh atë lloj armatimi. Dhe më pastaj ku mund ta shfrytëzosh atë lloj armatimi dhe ku mundesh me shit atë armatim. Gjitha këto janë... Nuk është shaka kjo çështje. Jo, absolut, është një çështje shumë serioze. Në sytë e publikut Gecaj edhe mund duket atraktive që të shoh mbase aty për aty që mund bëj një veprim, një politikan i caktuar duke thënë fenomenale, qofse bëhen gjëra janë komplekse këto çështje. Politikanët duhet të lëshohen deri në këtë nivel që mase të, s'po them të tallën, po të tregojnë të pakujdesshëm ndoshta me çështjet e sigurisë për konsum të brendshëm. Përderisa dikush ka një post të rëndësishëm në shtet, nuk mendoj që mund të jetë i pakujdesshëm ose duhet të jetë i pakujdesshëm. Ai duhet të jetë shumë i kujdesshëm dhe të ketë një përgjegjësi për deklaratën e tij, mirë po unë e thash më herët, kur ka deklarata politike për konsum të brendshëm, atëherë nuk merren shumë me çështje tjera. Ishte shefi i AKI-s aty, po flas mbase a mendoni se mund të jetë ekspozuar ndaj një procesi të lajthitjes vetë kryeministri, nga një dëshirë pa analizuar mirë mbase se... Unë nuk po guxoj me besu që kryeministri mund të bjerë në lajthitje në lidhje me këto informata. Unë e di që ai nuk e ka përvojën edhe dijen për to, se është normale, ai nuk është një figurë që i din edhe çështjet ushtarake dhe ato. Mirë po i ka këshilltarët e vet, njerëz të vet, dhe kur diçka e ka të paqartë i pyet ata, konsultohet me ta dhe nuk do duhet të ketë rreth vetes njerëz që të qesin në lajthitje kryeministrin për këto gjëra. Mirë po unë kam përshtypjen që kjo më tepër është në funksion të politikës ditore sesa që është në funksion të një interesi të gjithëmbashëm strategjik për nevojat e ushtrisë të Kosovës, sepse po të ishte për nevojat strategjike, atëherë nuk do të kishte arsye dhe shkas për me dalë me dhënë një deklarat të tillë çfarë u dha në opinion këto ditë. Pse nuk do të kishte? Sepse një mas pari prodhimi, nëse realisht kemi rrinë deri te ajo fazë e prodhimit real të dronëve dhe kemi një stad bukur të lartë zhvillimit, në radhë të parë do duhet kishim kujdes dhe të mos deklarohemi shumë për këto çështje. Mos bëjmë ekspozita thu. Mos bëjmë ekspozita, mos të japim shumë informata sepse jemi në fazën fillestare dhe procesi mund të na dëmtohet prej armiqve tonë, prej kundërshtarëve tonë, cilët me çdo kusht dëshirojnë me arrit aty dhe me dështu një projekt tillë. Prandaj edhe deklaratat duhet të jenë të kujdesshme dhe të matuna. Mirë po kur nëse s'kemi diçka serioze në këtë drejtim, atëherë mund të shfrytëzohet edhe për aspekte politike, për një pompozitet ditor politik dhe me cilin një mas të madhe të popullit e entuziazmojmë